pasur edhe shumë probleme me pjesën e dëmtimeve. Mendimin tim ky ka qenë edhe një nga këto faktorë që... Për Rafinha jam dakord, që ka qenë mungesë e rëndësishme, por Neymar nuk ka qenë mungesë e rëndësishme. Neymar 30 e kusur vjeç, që luan Brazil, as nuk ishte shanse të merrte. Po shikojmë edhe një Messi që është 39, po bën spektakël me Jordanin, me Algjerin, po bën me Austrin, me ekipe që janë dore dytë, po bën. Edhe Ronaldo me Uzbekistani i bëri 2 gola, po kur vin ekipet e mëdha, stepesh. Tani po bën Messi me ekipet e vogla. Sot paneli qenë Do flasim në këtë kampionat botror. Të kampionat botror me çfarë ekipesh ka pas Messi para këtë botror? S'ka bërë më Çfarë ekipesh ka pas Messi? Messi është për Algjerin, kota biskota, Jordanin që ne rrafëm kate me 1 misore, dakord misore, po Jordanin që i bëri gol broja që kishte një pashnu, mos harrojmë të. Absolutisht. E tjerë, Austria, e tjerë. Jo, absolutisht kundra njerëzve që nuk din të vlerësojnë ose nuk njohin sistemin e vlerave. Të arris të ofendosh apo të shash Mesin, ose thuash çfarë bën ky, nuk e di. Domethënë, kjo është, nuk e di se kuptoj. Se me kë është përballë Messi të botror? Çfarë ekipi është përballë? Me kë mbrojtës përballë Messi? Që unë duhet të them, wow, se po thua kundër Messi që ditë. Me kë mbrojtës përballë Messi? Me që më hodhe mua kështu personalisht. Jo, e kaloj personalisht zotri. Me kë është përballë Messi të botror? Edhe ta them. Me kë është përballë Messi të botror? Ma thuaj, me kë është përballë? E ta në numrin shumë. Të intereson, as më intereson mendimi jot pra, fare, në pafsh. As më intereson mendimi jot fare, me që po flet shumë. Me që shqega kështu ki muhabet. Po jo për tash se tani... Jo, po s'ka person. Po ç'është ki muhabet, kot tash? Jeni të ftuar i Si njeft që thon ku, pse, ku donin të përfundim? Sepse Messi nuk mund të arrish dot. Po këtë botror zotri po flas. Nuk i mohë Messi të asnjë historik, thash këtë botror ka pas ekipe thjeshta. Ti dole njerëz se nuk din, njerëz të vlerësojnë. Po i tjerë dyro. Ku po shkon kështu? Po jo më zotri avash. Po jo pra, ç'a të vlerësojmë? Me kë është përballë Messi të botror? Po nuk ka rëndësi më. Po si mos ka rëndësi? Është përballë me ato ekipe që kanë shkuar në kampionatin botror. Patjetër. Me Jordanin, me Algjerin, s'ka rëndësi ato. Ka rëndësi. Unë mendoj se skalimin nga 32 në 48 skuadra e ka prishur cilësinë. Po në fundit ato kanë shkuar në kampionatin në botror. Po shkoj Italia. Mbrojtja dhe ekipe jo cilësore pra. Në ato i ka 8 gola. Po s'po them. Po s'çike stisur më niko. Eda ikë. Për të zbutur pak situatë.